shkollë fillore, po. Është një fatkeqësi shumë e madhe. Është e pabesueshme deri tek një pikë. Është një fatkeqësi shumë e madhe që po ndodh në Kosovë, ne po i shohim çdo ditë. Fatkeqësi shumë e madhe është që këta fëmijë i dinë edhe vendet, ndërkohë që po flas publikisht, e dinë edhe policia e Kosovës mirë, po fatkeqësisht mosha e re ju parandalon masa atyre edhe policisë edhe organeve të rendit që të marrin masa të mëtejshme. Kështu që ajo çka kërkohet prej neve është që të flasim për këtë problematikë, ta shtrojmë në panelet tona problematikën e dukurive negative kryesisht ose saktësisht sot që po e potencojmë ose po e cekim dukurinë e përdorimit të narkotikëve. Pra, një problem i caktuar në shoqëri nuk mund të zgjidhet përderisa ne heshtim. Domethënë, heshtja është bashkëfaqësi, të heshtim përballë problemit i cili po ndodh në shoqëri është bashkëfaqësi, është bashkëpjesëmarrje në një problematikë jashtëzakonisht serioze, më serioze nuk ka ku të shkoj se sa të përdorësh drogë dhe të përdor drogë një nënvjeçar. Pra është një dukuri shumë shqetësuese, shumë alarmante që duhet të ngritemi të gjithë ne ekspertë e fushës, si psikologët, si sociologët, si organet kompetente, policia, prokuroria, gjykatat e kështu me radhë, po një rol të rëndësishëm e luajnë edhe mediat në informimin e drejtë dhe në parandalimin e këtyre dukurive negative, duke informuar qytetarët dhe fëmijët rreth rreziqeve shëndetësore që i shkakton përdorimi i drogës, marijuanës dhe substancave të tjera. Am tregon si dhe pse vjen pikërisht kjo gjendje? Çfarë shtyen, po themi tani, një nënvjeçar apo një të mitur që të provoj, testoj, konsumoj lëndë të tilla narkotike? Shkaktari ose domethënë ai shtytësi i parë që i çon fëmijët, kryesisht po edhe adoleshentët drejt përdorimit të substancave narkotike është mungesa e edukimit në familje. Ne i shohim çdo ditë në familjet tona përplasjet që i kanë prindrit, babai dhe nëna. Domethënë një fëmijë i cili i ekspozohet dhunës sistematike në familje, ku çdo ditë prind e tij para syve të tij përlahen ose përleshen ndoshta edhe fizikisht, fëmia shkon drejt mbylljes, shkon drejt largimit dhe shkon drejt kërkimit të një shoku në thojza tjetër të cilit i rrëfehet dhe me të cilin ngushëllohet. Pra faktori i parë ose shtytësi i parë që i çon fëmijët drejt përdorimit të narkotikëve, drejt përdorimit të duhanit, drejt përdorimit të alkoolit, drejt përdorimit duke përfunduar si domethënë viktimë e dhunës seksuale, hapi i parë ose faktori i parë është familja. Domethënë familja e shtyn ata. E dyta është edhe rrethi. Një i ri ka gjasa shumë të mëdha për shkak se familjet tona, edhe në të kaluar familje tradicionale, po edhe tash familjet moderne në kohën tonë janë familje në të cilat mbizotron dialogu, familje të cilat prindër nën ose baba i cili ju flet fëmijëve të tij, i edukon ata, i mëson për rreziqet që i ka jeta, i mëson për të këqijat që i ka jeta dhe të mirat që i ka jeta. Pra familja këtu mund të mos jetë faktor, përkundrazi mund të jetë faktor ndihmës për shkak se edukon një fëmijë dhe e çet dërgon në shkollë në institucion të shtetit. Mirë, po problemi këtu mund të jetë shoqëria. Domethënë një shoqëri e kontaminuar, një shoqëri ku fëmijët të cilët janë rritur në familje tjetër, jo një familje që është rritur fëmia, fëmia e edukuar dhe domethënë pa probleme as psikologjike, as dhune sistematike, përfundon në xhirin e një shoqërie të keqe, ku ja mësojnë drogën, ku i tregojnë për një substancë e cila e shtyn atë të ndihet më mirë, e shtyn atë të bëhet më i lumtur, e shtyn atë të largohet nga brengat që i sjell ose problematika që i sjell shoqëria. Kjo është e dyta. E treta, domethënë, është edhe institucionet, domethënë shkon fëmijën e çon në shkollë. Shkolla vetvetiu i mungon siguria. Domethënë hyn edhe dalin njerëz të panjohur në shkollë. Nuk e ka përgjegjësinë e duhur ndaj Nuk e ka përgjegjësinë e duhur. Një fëmijë që ndoshta deri në ditën e fillimit të përdorimit të narkotikëve nuk ka dëgjuar fare për narkotikët, nuk e din as çka janë. Mirë, po një njeri i futur, i infiltruar nga jashtë,
që fatkeqësisht nga mungesa e sigurisë në shkolla hyn dhe i jep substanca të ndryshme fëmijëve që në të vërtetë asnjëri prej tyre në klasë mund të mos jetë fajtor, mirë po fajtori vjen nga jashtë dhe fajtori është i jashtëm. Këto parafërsisht janë 3 pika shtytse kryesore, edhe pse ka edhe tjera anësore që duhet të diskutojmë, mirë po besoj që janë më pak të rëndësishme. Dhe tani, cilat pjesë i prek më shumë, apo ndoshta të diskutojmë pak edhe faktorin ekonomik, standardin e jetesës të këtyre familjeve, për kundër atyre që i përmendëm pak më herët, si dhunan familja, apo thjesht një jo ambient i mirë brenda mureve të shtëpisë. Faktori ekonomik është një faktor i rëndësishëm në krijimin e personalitetit të një të riu, ose të një vajzë, ose të një djali, ose të një adoleshenti. Sidomos në këtë kohë ku jemi të ekspozuar ndaj një jetë jo reale në për rrjetet sociale. Absolutikisht jeta virtuale po e mbizotron. Është jo reale. Absolutikisht. Njerëzit po shohin gjana ndoshta nga më të bukura, po në realitet është ndryshe. Unë kam qenë për disa vite ligjërues i lëndës së sociologjisë në gjimnazin Frank Bardhi në Mitrovic, edhe i kam pa parafërsisht gjeneratat e reja, dhe më thonë gjenerata të ndërtuar virtualisht. Besoj se çdo gjë që u ekspozohet atyre në Facebook, Instagram, TikTok, ose rrjetet tjera, Snapchat, rrjetet tjera sociale është